28 nëntori i gjergjit ton të madh, dita e pavarësisë dhe e flamurit ton të shenjtë, si dhe një përkim fatlum edhe ditëlindja e Adem Jasharit, duhet jenë jo vetëm një ditë feste, por dhe një ditë e fuqishme reflektimi për gjithçka mund të bëjmë dhe më shumë. Duke nisur nga përfundimi i projektit për krijimin e një tregu ekonomik të lirë mbar shqiptar, për të hequr edhe barierat e fundit të mbetura. Megjithatë, hapësira për të rritur më tej mbetet e madhe. Kemi një autostradë që na lidh, kemi një autostradë energjetike që na bashkon, duhet kemi edhe një rrugë të çelikt që në mënyrë të pasgjithshme lidh dy kryeqytetet e shqiptarëve dhe qytetet tona. Projekti i hekurudhës Durrës, Prizren, Prishtinë është një projekt që në dekadën e ardhshme duhet të shndrohet në një realitet të madh. Dhe ky është një projekt për cilin ne shumë kemi punuar, kemi dëshiruar, po sot besoj është koha për ta bërë realitet. Ajo hekurudhë së bashku me rrugët që mund të lidhin edhe qendra tradicionalisht të lidhura shqiptare, siç ka qenë Shkodra dhe Gjakova, besoj janë një shenjë e mirë e mundësive të vërteta që ne të gjithë atë patriotizëm që e kemi të vërtet, e kemi të natyrshëm, ta përkthejmë edhe në shtete më të forta dhe në ekonomi më të forta për qytetarët tanë.